Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Nga sot fillon periudha e artë. Universi hap portat e bollkut për 7 shenja të zgjedhura. Nga sot, diçka e madhe lëviz në prapasken. Energjitë e universit ndryshojnë drejtim, ciklet e vjetra mbyllen dhe hapet ajo që astrologët e quajnë periudha e artë. Kjo nuk është një fazë e zakonshme, por një moment i rrallë ku portat e bollkut, fatit dhe përparimit hapen njëra pas tjetrës, pa paralajmërim dhe pa kthim pas. Universi fillon të veprojë drejt për drejt, duke shpërblyer ata që kanë pritur, duruar dhe punuar në heshtje. Nga sot e në ditët që vijnë, shumë gjëra marrin kuptim. Pengesat që dukeshin të pakalueshme fillojnë të treten, rrugët që ishin të mbyllura hapen pa pritur dhe mundësitë shfaqen aty ku nuk i prisnin. Kjo është periudha kur fati nuk vjen më ngadalë, por troket fort, duke kërkuar guxim, vendime të shpejta dhe besim tek vetja. Universi hap portat e bollkut vetëm për 7 shenja të zgjedhura, shenja që janë në harmoni të plot me energjitë e kësaj faze. Për to, kjo periudhë sjell rritje financiare, oferta të reja, lajme të mira, ndihma të papritura dhe një ndjesi se gjërat më në fund po ecin në drejtimin e duhur. Është koha kur paratë, suksesi dhe mundësitë fillojnë të qarkullojnë më lehtë dhe me më pak rezistencë. Kjo periudhë e artë nuk zgjat për gjithmonë. Ajo është një dritare e hapur që duhet shfrytëzuar në momentin e duhur. Ata që e kuptojnë sinjalin do të hedhin hapa që ndryshojnë muajt dhe vitin që vjen. Ata që hezitojnë, rrezikojnë ta shohin shansin duke kaluar pranë tyre. Në këtë video do të zbulojmë cilat janë 7 shenjat që hyjnë zyrtarisht në këtë periudhë të artë dhe çfarë bekimesh konkrete u ka përgatitur universi. Qëndroni deri në fund, sepse mes tyre mund të jetë edhe shenja juaj dhe ky mund të jetë fillimi i një kapitulli krejt të ri në jetën tuaj. Demi. Për Demin, nga sot nis realisht periudha e artë që ka kohë që e pret. Universi hap portat e bollkut për ju sepse keni kaluar një fazë lodhjeje, pritjeje dhe sakrifice. Tani gjërat fillojnë të lëvizin ndryshe. Në aspektin financiar, shfaqen mundësi konkrete për rritje të ardhurave, pagesa të vonuara që më në fund vijnë ose oferta që ju japin siguri afatgjatë. Demi ndjen stabilitet dhe qartësi. Çdo hap që bëni tani ka peshë dhe sjell fryte. Kjo periudhë ju mëson se durimi shpërblehet dhe se ajo që po vjen është më e madhe se ajo që humbet më parë. Gaforja. Gaforja hyn në një fazë ku universi e mbështet emocionalisht dhe materialisht. Nga sot hapen porta që lidhen me sigurinë, familjen, punën dhe të ardhmen. Mund të vijë një ndihmë e papritur, një lajm i mirë ose një mundësi që ju heq një barë të rënd nga shpatullat. Kjo është periudha ku filloni të ndiheni më të qetë dhe më të mbrojtur. Bollku për ju nuk vjen vetëm si lek, por edhe si stabilitet, mbështetje dhe zgjidhje të problemeve që ju kanë ndjekur prej kohësh. Luani. Luani është një nga shenjat që universi e zgjedh për ta nxjerrë në qendër të vëmendjes. Nga sot fillon një periudhë ku dritat ndizen mbi ju. Mundësi për sukses, për avancim, për njohje dhe përfitime të mëdha shfaqen papritur. Porta e bollkut hapet përmes guximit tuaj. Sa më shumë të besoni në veten tuaj, aq më shumë universi ju shpërblen. Kjo është koha juaj për të marrë atë që meritoni dhe për të ndërtuar diçka të fortë që zgjat. Peshorja. Peshorja hyn në një cikël harmonie dhe rritjeje. Nga sot fillon një periudhë ku gjërat balancohen dhe jeta fillon të rrjedh më lehtë. Mundësi financiare, marrëveshje, bashkëpunime ose vendime të rëndësishme marrin drejtimin e duhur. Universi hap portat e bollkut sepse ju më në fund jeni gati të pranoni më shumë. Kjo periudhë ju ndihmon të stabilizoni jetën dhe të ndërtoni një bazë më të sigurt për muajt që vijnë. Akrepi. Për akrepin, periudha e artë nis me transformim të fortë. Universi hap portat e bollkut duke mbyllur një kapitull të vjetër dhe duke hapur një të ri shumë më të fuqishëm. Mund të ketë fitime të papritura, ndryshim drejtimi në punë ose një shans që ju nxjerr nga një situatë e vështirë. Akrepi ndjen fuqinë e tij të brendshme të rritet. Çfarëdo që nisni tani ka potencial të madh për sukses dhe rritje. Bricjapi. Bricjapi shpërblehet për punën dhe këmbënguljen e tij. Nga sot, universi hap portat e bollkut përmes rezultateve konkrete. Rritje në karrierë, stabilitet financiar dhe mundësi për të ndërtuar diçka afatgjatë janë shumë të theksuara.
Kjo është periudha ku përpjekjet tuaja nuk shkojnë më dëm. Gjërat fillojnë të funksionojnë dhe ju ndjeni më të sigurt për të ardhmen. Peshqit hynë në një periudhë të artë shpirtërore dhe materiale njëkohësisht. Universi ju mbështet fort dhe ju sjell mundësi që vijnë si dhuratë. Mund të jetë një lajm i mirë, një ndihmë, një ide që sjell fitime ose një hap që ju çon drejt një jete më të qetë. Porta e bollkut hapet për ju sepse më në fund po ndiqni rrugën tuaj. Kjo periudhë ju jep shpresë, besim dhe ndjenjen se jeni në vendin e duhur, në kohën e duhur. Kjo ishte periudha e artë që nga sot hapet për këto shenja të zgjedhura. Universi ka hapur portat e bollkut dhe energjitë tashmë janë në lëvizje. Ajo që vjen tani nuk është rastësi, por rezultati një cikli që më në fund po mbyllet dhe i një tjetri që sapo ka nisur. Kush e ndjen këtë thirrje, e di që gjërat nuk do jenë më si më parë. Nëse ndjeve që ky mesazh të preku, nëse e ndjen që diçka e mirë po afrohet edhe për ty, atëherë shkruaje në komente shenjën tënde dhe bëhu pjesë e kësaj energjie të re. Universi vepron edhe përmes fjalës dhe qëllimit. Mos haro të abonohesh në kanal, sepse çdo ditë zbulojmë periudhat e arta, paralajmërimet dhe mundësitë që universi sjell për secilën shenjë. Kjo është vetëm fillimi dhe për disa, ky është momenti që ndryshon gjithçka.